Pas transmetimit të një videoje të cilën e quajti si reflektim për bulevardin e Flamingove, kryeministri Edi Rama solli para grupit të Partisë Socialiste 2 dokumente. Ai tha se i pari është kthesa që duhet të garantojë mandatin e 4 dhe i dyti ankesë për mbështetjen që duhet t'i japë partia. Rama: sot dua t'ju flas për çfarë pam dhe dëgjuam gjatë muajit qershor kur bulevardi u mbush nga njerëz nga të gjitha rrugët e jetës, kategoritë shoqërore, moshat, dhe kur një shpend i rrallë, i bukur dhe i brisht u bë simbol i vëmendjes më të madhe që Shqipëria ka përjetuar ndonjëherë. Kam sjellë sot me vete edhe 2 dokumente. Janë 2 dokumente që mishërojnë reflektimin tim para pasqyrës së bulevardit të Flamingove dhe janë të hapura për t'u lexuar, ndryshuar që ta përmbushin sa më mirë qëllimin e tyre. I pari është dokument strategjik për kthesën që duhet të garantojë mandati i 4 në qeverisje. I dyti është një ankesë se si Partia Socialiste duhet ta mbështesë kthesën e mandatit të 4. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.